Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krashnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Në drejtësinë tonë, na ka rastis me has në lloj-lloj raste e skandalit. Arrestime para kohe, arrestime të vënuara. Burgosje jo të drejta e lirimin nga burgu brenda pak orësh. Sonte do të flasim për një të dënuar i cili në burgun e Dubravës vuajti vetëm 1 orë të dënimit të tij prej 30 muajsh. Fisnik Lajçi nga Peja është i dënuar me 30 muaj burgim për lëndim të rënd trupor nga gjykata e apelit. Sipas ligjit, personat e dënuar me burgim e për të cilat ka vendosur edhe gjykata e apelit duhet të shkojnë dhe të vuajnë dënimin. Si rrjedhoi këtij rregulli, në dhjetor 2015 policia e Kosovës konform një flet arresti të gjykatës e arrestoi Lajçin dhe e dërgoi në burgun e Dubravës për ta vuajtur dënimin. Sipas asaj që shkruhet në urdhëresin e gjykatës, Lajçi nuk do duhej të dilte nga Dubrava për të paktën 30 muajt e ardhshëm. Por, çuditërisht Lajçi u la i lirë vetëm 1 orë pasi u dërgua në Dubravë. I arrestuar me urdhrin e gjykatës, Lajçi ishte dorëzuar në burgun e Dubravës në orën 10 të datës 20 dhjetor 2015. Por, ai u la i lirë në orën 11. Për ta sqaruar situatën e pazakont, ku i dënuari me 30 muaj burgim lirohet nga burgu vetëm 1 orë pasi që është futur në burg, ne e kontaktuam Ministrinë e Drejtësisë, e cila merret me menaxhimin e burgjeve. Ju njoftojmë se Fisnik Lajçin policia e Kosovës e ka sjellur në qendrën korrektuese në Dubravë me datë 20/11/2015 në ora 10, referuar urdhëresës së gjykatës themelore në Pejë me numër ED numër 322/15 të datës 11/11/2015, i dënuar me 30 muaj burgim. Po të njëjtën ditë në orën 11 gjykata e Pejës na ka dërguar një urdhëresë ED numër 322/15 të datës 20/11/2015, me të cilën e tërheq urdhëresën e lëshuar me parë dhe urdhëron që të njëjtin ta lirojmë nga mbajtja e dënimit, pasi që të njëjtit me akt vendimin e gjykatës së apelit të Kosovës numër PN NR 461/2015 i datës 03/09/2015 i është aprovuar kërkesa për shtyrjen e mbajtjes së dënimit deri me datën 03/12/2015. Pra sipas burgut të Dubravës ishte gjykata e Pejës ajo e cila urdhëroi lirimin e Lajçit nga burgu. Në shkresën të cilën gjykata ja ka drejtuar burgun e të cilën e kemi siguruar edhe ne, shkruhet: Tërhiqet urdhëresa e lëshuar stacionit policor në Pejë për ekzekutimin e dënimit për Fisnik Lajçin, pasi të njëjtit i është shtyrë vuajtja e dënimit në kozgjatje prej 3 muajsh. Situatë jo e qartë. Gjykata e Pejës vendos ta tërheq urdhëresën e saj me arsyetimin se vuajtja e dënimit është shtyrë me një vendim të gjykatës së apelit. Normalisht, kontaktuam me kompetentët e gjykatës së Pejës përgjegjës për ekzekutimin e dënimeve. Kryetari është një dënuar me 30 muaj burg dhe është dërguar në Dubravë, por mas 1 orë 2 është liru. Çka ka ndodhur? Është vërtet, një person nga gjykata themelore në Pejë është dënuar me 18 muaj burg për 3 vepra penale, i cili akt gjykim me ankesën e akuzumit dhe prokurorit, gjykata e apelit e ka shënuar në 30 muaj burgim, ku ju ka llogaritë dhe ku ka kaluar para burgim. Në momentin kur akt gjykimi është bërë plotfuqishëm, i dënuari ka marrë kërkesën për ekzekutim të dënimit. Mirë po, ndërkohë ai ka paraqitur ankesë për shtyrjen e dënimit me arsye të veta, cilën ankesë kam trajtuar, kam konsideruar që nuk i përmban kushtet, nuk i plotëson kushtet për shtyrjen e dënimit edhe ja kam refuzuar ankesën. Mirë po, meqense në çdo akt vendim mund të apelohet, ai ka bë ankesë në gjykatën e apelit, ku gjykata e apelit e ka aprovuar kërkesën e tij dhe ka shtyr vuajtje e dënimit për 3 muaj. Mirë po, ndërkohë referentja për ekzekutim e ka bën një gabim, 2 javë para se me kalua fati kadimit kohës që ju ka shtyr dënimi, ja ka lëshuar nesën për ekzekutim dënimit, ku policia e ka arrestuar dhe ka çuar Dubravë. Mbas 1 orë është vërtetuar që është bë gabim, edhe ju ka lëshuar revokimi i urdhëresës dhe ai lëshuar lirim. Kryetare, po policia është dashur me arrestu, është dashur me çuar në burg. Çfarë do të më thonë tash policisë? Na jemi njerëz, këto janë gabime që ndodhin, më mendje që nuk është një gabim i madh. Referentja që e kryen punën e në vërtet nuk është referent, është bashkëpunëtore profesionale, por meqense referenti për ekzekutimin e dënimeve që 6 muaj ka kalu zavendës ministër, vendi më ka mbetë vakant, Këshilli Gjyqësor nuk ka leju sekretariati me marrë dikon me kontratë, nuk ka dashur prej stafit që e kom brenda me delegu dikon me kryat punë, e kom që bashkëpunëtore profesionale o bërë një lëshim që konsideroj të nuk është shumë i rëndë.
Pra, siç na tha kryetaria e gjykatës së PE-s, arrestimi i Lajçit ishte një gabim teknik dhe për këtë arsye ai duhet të lirohej nga burgu. E ne shikues të nderuar, gjurmuam edhe me thellë në historinë e kësaj ngjarje. Siç rezulton nga të dhënat e zbuluara për Fisnik Lajçin, policia kishte 2 flet arreste aktive dhe vetëm pak orë pas lirimit të tij nga Dubrava, Lajçi u riarrestua sërish. Këtë radhë me urdhër të gjykatësit tjetër të PE-s, Sy Lokaj. E çuditshme se si njeriu me flet arrest aktiv u lirua nga burgu e po ashtu ju lejua t'i shtyej edhe vuajtja e dënimit. Kryetare, njëjtën ditë për policisë, njëjtën ditë kur është dërguar në Dubravaj edhe është liru, kemi marrë informacione që ai njëjtën ditë është arrestuar për një urdhënesë tjetër po të kësaj gjykate. Na nuk e kem pas, nuk kem ditë atë informacion, meqense kur ta trajtojmë një kërkesë për shtyrjen e dënimit, ta fokusohem kryesisht në kërkesën e tij dhe arsye që kërkon ai, nuk kulumtojmë a ka ndonjë të kaluar tjetër apo ka pa ndonjë vepër tjetër. E prandaj kem konstatuar që ai përveç veprës për cilën gjykoi ka edhe 3 lëndë aktive i ka pasur gjykatë. Njëna prej atyre lëndëve s'ka qenë procedimi sipër dhe meqense nuk ka përgjegjë ftesë gjykatës, ka qenë urdhënesa për sjelljen e dhunë. Një i kërkuar me 2 flet arreste të gjykatës së PE-s arriti të shtyente dënimin e tij duke apeluar atë në gjykatën e apelit. Zyrtarisht, gjykata e apelit nuk ishte njoftuar se Lajçi ishte duke u kërkuar për llogaritë të gjykimit, i cili mbahej pranë gjykatësit Sy Lokaj. Gjykata e apelit vendos vetëm në bazë të provave që gjenden në shkresat e lëndës. Në rastin konkret, në vendimin që është apeluar nuk përmendet askund se ndaj personit në fjalë ka pasur urdhër arrest, letër rreshtim apo që i panderu gjendet në arati. Pra, nga shkresat e lëndës nuk ka rezultuar se ndaj të panderit është lëshuar ndonjë letër rreshtim e as ndonjë rrethon tjetër, në bazë të së cilës gjykata e apelit kishte pasur mundësi të konkludoj se ky i panderur është në arati. Po ashtu, gjykata nuk ka pasur djeni as për arrestimin e të panderurit me datë 20/11/2015 për dërgimin në burgun e Dubravës dhe lirimin e tij. Apeli nuk dinte gjë për faktin se ky person kërkoi edhe nga një gjykatës tjetër. Në këtë rast, shtrohet pyetja nëse kjo gjykatë do kishte vendosur për ta shtyrë dënimin nëse do ishte në djeni për urdhëresën e gjykatësit Sy Lokaj. Pa, guxon kryetare me ushty dënimi në raste kur ka një urdhënesë për me arrestu për një çështje tjetër. Po, ato janë çështje që mund diskutohen, na kemi vendosur për një rast konkret. Ajo lënda ka qenë proceduar sipër, nëse je i akuzuar nuk do të thotë që dhe i fajtor, ka mujt të qenë me dalë dhe i pafajshëm. Na nuk mund të mos me vendos me lidhur me kërkesën e tij, me kem pengë ndonjë procedurë Nëse tjetër. gjykata e apelit që ky person ka edhe një flet arrest tjetër, a i dashur me shty vujtjen e tij dënimit? S'di a kishin marrë për baza se kishin marrë, nuk di çu kishin vlerësuar ata këtë rrethana. E qysh kryetare Meqense është e mundshme që një njeri i cili po lypet me flet arrest për një gjykatë tjetër, kërkon të një gjykatë tjetër për një shty dënimi ajo është e drejtë e tij, s'mundem ja ndal. prej arratisë? S'po më thonë që ka qenë arrati, ndoshta nuk ka qenë, ai ka qenë urdhër arrest me sjelljes me dhunë. Që i bën arrati. S'po di ç'më thon. Mirë kryetare, ky person ka Shmangje, nuk u më thon arrati, sa ai ka qenë këto. Nuk ka qenë arrati, nuk ka qenë jashtë pesë. Ai u ka shmangë ftesës i gjykatës për çka gjyqtari u detyrumi që urdhënesën për sjellje me dhunë. Urdhënesë për letër rreshtim vendori bën. Po çaj është sjellje me dhunë. Që i bën arrati. Pej ka qenë, nuk ka qenë Ku jashtë. po e dini? E zakonisht e pedi se në qoftë se është arrati, na e marrim raportin për policisë që ai është jashtë Kosovës. Këtë rast nuk e pas në raport tillë, po thjesht nuk ju ka përgjithë ftesës së gjykatës. Apo ju ndodh shpesh me pa njerëz në peje, mos me mujt Po, me na ndodh. arrestu? Na ndodh me pa njerëz pevin, pa njerëz të për shtëpia ku pala damtu me vjen raporton thotë personin ju policia pe kërkon në vërtet ai po sjellet rrugëve kemë dhe ke pas vrejtje edhe në polici për këto sjellje, po Pse ndodh kjo kryetare? s'po dia neglizhencë, a e qëllimshme, a ngarkesë e madhe e punës, nuk po i deklaroj. Për ta sqaruar situatën, ne tentuam të kontaktonin me Fisnik Lajçin. Në ditën kur e kërkuam, ai nuk ndodhej në shtëpinë e tij, ndërsa familjarët, pasi na i morën kontaktet, na thanë se ai do na lajmëroi në telefon. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tani. Gëzim Baloku, avokati i tij, na dha një përgjigje të shkurtër në telefon. Ai e ka pasur të shtyr ekzekutimin e dënimit dhe brenda kësaj kohe ka shkuar nga gjykata për t'ju bërë ekzekutimi, sepse nuk është kqyr vendimi dhe pastaj
kam shkuar unë me vendimin e gjykatës për shtyrjen e ekzekutimit të dënimit. Sa i përket asaj, nëse ai do të paraqitet për ta vuajtur dënimin apo jo, për këtë çështje unë nuk mund të komentoj. Vetëm një orë pasi ishte dërguar në qelitë e Dubravës i dënuari me 30 muaj burgim, Fisnik Lajçi ishte liruar nga aty. Zyrtarisht, arsyeja e lirimit një gabim teknik. Lajçi në kohën e lirimit ishte një person në kërkim nga policia edhe për një rast tjetër. Rasti i tij tregon për një mos koordinim total të organeve të ndjekjes në menaxhimin e urdhëresave të gjykatës. Për të komentuar rreth kësaj ngjarje ne kontaktuam edhe me policinë e Kosovës. Megjithatë, organi i cili 2 herë arrestoi Lajçin nuk pranoi të komentojë për paqartësitë e këtij rasti. Xhevat Ibraj zëdhën si policisë së PE-s na dha këtë përgjigje. Në lidhje me shkresën tuaj, e cila ka të bëjë me lëndën e gjykatës themelore në Pejë, ju njoftojmë si në vijim. Gjykata themelore në Pejë në tërësi ka në kompetencë tërë procedurën për rastin e fjalë, sipas shkresës tuaj. Gjykata në fjalë ka vendosur dhe shqyrtuar lëndën dhe shkresat tjera të lëndës, si dhe tërë ecurin tjetër përmbaruese në lidhje me rastin. Është në kompetencë ligjore rrjedha e lëndës dhe ekzekutimi se në cilën formë do të bëhet, e që për këtë vendos vetë gjykata. Ju për të marrë përgjigje të drejtë dhe të saktë mund të drejtoheni në gjykatën themelore në Pejë, e cila është autoritet për të dhënë detale konform ligjit dhe lëndës, të cilën e kanë shqyrtuar dhe vendosur. Andaj kjo është në kompetencë të gjykatës themelore në Pejë. Interesante. Përfundimisht, më 20 vjetor Lajçi u lajlir. E kur ne gjurmua edhe pak më thellë, kuptuam edhe diçka tjetër interesante. Lajçi ishte arrestuar nga policia vetëm atëherë kur kishte tentuar që në komunën e Pejës të përmirësonte disa shkronja të mbiemrit të tij. Kemi disa informacione që ky person ka dashur të më ndrua dhe emrin. Po, jo zyrtarisht, nuk kam diçka zyrtare, po kam informata që personi ka tentuar me ndru mbiemrin, edhe ka depërtu gati sa me marrë dhe vendimin, që më çudit fakti si ka qenë mundur me qenë se për ndrimin me emrin të përmbajtjes duhen të merren certifikata që nuk është në rendime, nuk është i dënuar. Unë nuk di a ka marrë, a ka prezantuar personi këto certifikata, nëse si ka marrë, kjo është rast për hulumtim. Nëse kryetari kishte mri me ndrua emrin ose mbiemrin dy person, a kish mujt me qenë ka rreth shumë për drejtësinë? Kish mujt ndoshta pak më vonë. Mundë me qenë se ka pas dënimin mbi 2 vjetë kemë mujtë me qurë fledarisë ndërkombëtar, po ishin dalë procedurë, probleme më të mëdha, shpenzime më të mëdha. Ja rritë që sigurisht kishte qenë me qenë se ne ishim marrë ndjeni që e ka ndru mbi emrin, ose emrin, edhe kishim modifikuar fletarisin në bazë të shënimeve që i ka tani. Zyrtarisht, me një vendim të komunës së Pejës të kërkuarit me 2 fletariste, me datë 18 dhjetor ishte lejuar korrigjimi i mbiemrit nga Lajçi në Lajçi. Po mundim na tregu çfarë dokumentacioni keni kërku për me bë këtë korrigjim të mbiemrit? Këtë korrigjim të mbiemrit e kemi bërë duke ju përmbajtur në tanësi ligjit mbiemrin personal, konkretisht në 11 të këtij ligji që është në fuqi. Ligji është numër 02L/118 i dalur nga legislativi i vendit. Dhe mënyra e korrigjimit është bë ashtu siç është parasheh ky ligj dhe në përpikëri akti nënligjor pikërisht udhëzimi administrativ numër 19/2015 që ka hyrë në fuqi me datën 2/11/2015, që do të thotë pikërisht 16 ditë pasi ka hyrë në fuqi është bë korrigjimi i emrit personal të këtij personi. Mirë, po a keni kërku këtij personi certifikat që nuk është në hetime ose diçka ngjashme? Jo, nuk i kem kërku se s'është e nevojshme dhe se parasheh as ligji, as akti nënligjor. Pse nuk është e nevojshme? Ky nuk është ndrim i emrit. Ky është vetëm një korrigjim në gjuhën e tij amtare. Nuk i ndron përmbajtja ky më parë dhe pikërisht në libër që kemi bërë rekonstruksion në bazë të certifikatës vjetërisht jugoslave e ka pasur mbiemrin Fisnik Lajçi. Ndërsa është pajisur në atë kohë në sistemin e UNMIK-ut me leje të UNMIK-ut me mbiemrin Lajçi, me patent shofer me mbiemrin Lajçi. Nuk e dim çka ka prezantuar. Prandaj, dhe familja e tij, edhe familja e tij, bab, nën, familje më parë kanë korrigju. Ky s'ka qenë prezent. Ky ka ardhur vetë personalisht dhe ka bërë kërkesën.
dhe asnjë akt ligjor, as nën ligjor për këtë çështje të këtij personi nuk e parasheh që të merret akonën e tij mas akonën. Do të thonë në pej me korrigju mbiemrin nuk duhet me pas që Jo në pej kur kërkon Kosovë nuk e parasheh ligji. Dhe atë që se parasheh ligji unë s'më merr kërkon. Ligji parasheh për atë që ndron për mbajtjen e emrit të mbiemrit. E sa i bjen përmbajtja, sa shkronja guzon me ndru? Vetëm që, për shembull, laiq. Ija është qitë mas jetë, sepse në sistemin atëshë më thashë edhe më parë. Në vend që t'i shkruhet mbiemri laiq. Pra, sipas zyrtarëve të PE-s, në korrigjimin e mbiemrit të laiqit nuk ka asnjë problem. Edhe pse kërkesa për korrigjimin e mbiemrit ishte bërë në kohën kur laiqi ishte personi kërkuar me 2 flet arreste të gjykatës. Drejtar, a keni ditë ju që ky person është narrati? Kur se kemi ditë, as se kemi njohur. Edhe, a mundet njëri dhe pe arratismin me korrigju mbiemrin? E arratis? Po. Nësë është i kërkuar prej gjykatës. Ne nuk ne kërkon infrastruktura ligjore që ato që po thuaj ti. Dhe lirisht e lexojmë nen për nen. A është në rregull kjo punë kështu mos me kërku infrastruktura ligjore? Tash është e rregull, është ata e dinë që kanë buktohen dhe kanë qitë në aplikim këtë. Po ju jeni ekspert i kësaj. Dhe unë jam ekspert dhe po them nuk është në rregull. Sepse nëse ata e kanë pas në qatë mbiemër. Dhe ky person me siguri për ne nuk ka qenë te na deri në këtë datë. Ç'është hini mbrana ky person? Pse erdhe i dire hinin në aty? Nëse ky ka pas me leje me lajqi, ka dhe patent shoferin me lajqi. Që na do me thonë, ja kemi dhënë dhënën e librit ish Jugoslav, ashtu qysh është mbrana sistemit. Pra në pej, mund është me ndërru disa shkronja të emrit e mbiemrit edhe kur je në arrati dhe je duke ju shmangur policisë. Megjithatë, diçka nuk shkoi në ditën kur lajqi ishte në sportelet e komunës. Ka ardhur policia kur ky e ka marrë vendimin dhe kemi tentu me zbatu. Ku me zbatu? Në sistem dhe m'ja dhonë lajqi. Qysh e ka baba i vetë? Shiqani qysh e ka baba i vetë lajqi? Po? Shiqani qysh e ka nëna lajqi? Pse kanë ardhur? Dhe unë pikërisht atë ditë kom qenë në një punim seminarik me zyrtar të Odeksit 18-shin dhe kur ku marrë nesër me kanë raportu, e kemi punu vendimin procedura administrative për korrigjimin e emrit, i ka pas dokumentat që i parasheh akti ligjor dhe nën ligjor, e kemi punu vendimin, sepse pala ka ardhur personalisht dhe dënë se tash nuk po ja punojnë lejen e njoftimit, sepse të parën e ka marrë me lajqi unë mik. Mirë, po pse e marrë policia? Nuk e dion pse, tash ta shpjegoj. Kur kemi tentu zyrtarët, thojnë, me zbatu vendimin, ka pas pengesa në ARC, në Agjencionin e Regjistrimit Civil, sepse gjëja ky person sipas tyne, por ne nuk na u ka kumtu. Edhe sot e kësaj dite nga ARC nuk na u ka kumtu si ky person nuk bën të zbatohet ky vendim për këta, po kemi disa të lashëm në sistem, prandaj edhe të nesër unë. Vetë kur kom provu dhe i kom qu email për gjetësit IT-s në ARC dhe i kom thonë, pse zotni nuk i lejot që ti personi me zbatu vendimin. Se ka bon një korrigjim për një i, ka bo promutacionin. Pej para qehit, i në ka qitë maset që i bjen e trajtën e shuar të personit të gjinis, ose të apo të mbiemrit që përfundon me i. Ka thonë, krem disa të lashë në sistem. Dhe duhet me konë pala prezent. Thash pala prezent është këtu. Dhe ishte pala prezent. Që pra po këshyrim, na të regullojmë se na u kanë ngatru diçka qeshtit asi. Kanë ardhur policia, ky ka qenë në korridor poshtë të prit, ullën. Une po marrë përgjegjën si që tash po e bujmë qeshtën dhe beqojmë. Kur kanë ardhur policia dhe e kanë marrë atë njeri. Pse? Nuk e di unë pse, ata nuk na kanë tregu. Na kanë thonë, a e keni përpara, kemi thonë po. A ka qenë prezent po. Ka qenë prezent kur ka bo kërkesa.
Dhe ma vonë jënë hetu rastet do këthy dhe sistemi kamera mbrapa. Dhe o vërtetu si kjo vete ka qitë kërkesën, vete ka marrë vendimin, vete ka kërku mu zbatu në librën e lindjes në sistem dhe në liber fizik. Mirë drejtor, Korrigjimi si korrigjim. A ja ka korrigju Agjencia e Regjistrit Civil mbi emrin e këtij personi? Nuk ja ka korrigju, Pse? sepse e ka blokadën ne në liber fizik. Ja kemi bo dhe në sistem nuk ja ka korrigju. Ky person mund të na nuk është këtu. Zyrtari jonë ka qenë që ka procesuar rastin dhe ka qenë në informacion, në bisede informative, një këthy sistemi kamerave, ka prezentu ligjin dhe aktin nënligjor që nuk kërkohet askon vërtetimi që nuk është në ndjekje as nga gjykata, as nga policia. Vetëm e kemi bërë, sepse ky mbrana sistemit, prapë po thonë, mbrana sistemit pas luftë ka qenë lajqi, që i bjen kundërshtim me regjistrin e të lindur. Po i kuptoj, po pse ministria nuk e ka bo? Nuk e di, ato çështje ty në jonë. A vendosni me të njëjtin ligj, me të njëjtën rregullore? Njëjti ligj, njëjta rregullore në krejt Kosovë. Është që ky në fuqi. Dhe ai edhe i ma pashmi, edhe për korrigjim që ka qenë në fuqi, nuk e ka kërku. Që to çka po kërkoni ju. Jo, ne nuk po kërkojmë. Po më nëjë përgjegjen në pyetjen si pse së ishtë dasht. Dhe në rast se personi është në nëhetime, në rast se personi ka bo ato, ishte dasht për para, që kjo për para se me artë na, ka artë për i dikujt. Dhe është desh në prokurori, nëse lyp një ato që ka me qitë ndales në liber. Dhe me thonë, nëse djenë filon personi, që ka këtë numër personal, lesun mikut, dhe lyp shërbim të ti duherni me bloku, se nga organet e hetusis, qoftë policia për krime ekonomike, korupcion, apo prokuroria, na jem të obligum me zbatu urnat e tyne dhe urnesa. Po ligji për Po t'ishte ardhë. E kërkojmë certifikat. T'ishte ardhë ajo. Dhe t'kishte thonë, mos e proceso, mos e ndro, mos e pas certifikatën ashtu qusho, ne e kishim bloku, kishim në zotni dush me prit. Kike ndales dhe qëku. Qëku është kresa dhe prova që përshka nuk u merë këtë shërbim ti. Deri sa djetë tjetra. Edhe pse zyrtari i komunës na tha se të gjitha procedurat për korrigjimin e mbiemrit ishin përfunduar dhe sistemi do duhet të veprante sipas vendimit të datës 18 dhjetor, Ministria e Punëve të Brendshme ka vendosur t'i bllokojë vendimin e komunës. Korrigjimi i mbiemrit nuk mund të ndodhë gjatë kohës kur jetë duke u ndjekur penalisht. A mund me na tregu një fisnik lajsh në komunën e Pesë ka apliku për me ndru me korrigju mbiemrin edhe drejtori zyrtar të administratës komunën e Pesë na kanë thonë që sistemin ministri nuk ja u ka leju. Çka i bën kjo? Realisht në Agjencinë për Regjistrim Civil, gjendja civile është avancuar në atë nivel që unë nuk du me fol për rast konkret, po në aspekt përgjithshëm nuk lejohet nga gjendja civile, nga sistemi avancuar për personat që nuk e pranon sistemi për ndryshim të emrit. Çka i bën mos me pranu sistemi? Nuk e pranon nëse se ne kemi një ndërlidhje me gjitha institucione tjera. Rast konkret për marrë shembull me policinë, nëse dikush e ka një rast në polici, atëherë sistemi menaxhimi i bazave të dhëna është i lidhur me sistemin e gjendjes, me menaxhimin e bazave të dhëna të policisë, që sistemin e gjendjes civile e njofton për mos lejimin e ndryshimit apo korrigjimit të emrit. Po këtë njerëz që nuk e kalon sistemi juaj e ka një vendim në dorë të shumë për i komunës të Pesë që i lejohet ndryshimi i mbiemrit. A ishtë dashtë edhe atje mos stopu, mos me ardhë as deri te çaj vendim. Realisht aty ka qenë te korrigjimi i mbiemrit që personat me qenë se ne kemi bërë ndryshimin e udhëzimit administrativ për forcimin e kritereve, me qenë se është shumë e rëndësishme për liberalizimin e vizave, edhe është i formuar një komision nga Ministri Skënder Hyseni, atëherë të gjitha lëndet, në qoftë se ka drejtë edhe qytetari, ka drejtë ankesës. Të gjitha lëndet vinë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, konkretisht në Agjenci për Regjistrim Civil, atëherë komisioni i rekomandon për ndryshim ose ndërrim të emrit personal. Do me thonë nuk ka gisht komuna në ndryrimin e emrit? Ose... Realisht, prej që është formu komisioni, me qenë se është shumë e rëndësishme për liberalizimin e vizave, forcimi kritereve të udhëzimit administrativ, atëherë komuna është e rekomanduar nga komisioni që është i formuar në Agjencinë për Regjistrim Civil.
Po më intereson me e ditë, nëse qytetari e merë një vendim t'il edhe ajo është i pazbatueshëm në realitet, a ishtë dashtë me stopu para se me nxjerrë vendimi prej komunës? Po tash gjitha rastet do të stopohen me qenë se është bërë forcimi kritereve, përpara në qoftë se kemi pas nevojë për një vërtetim nga gjykata, është marrë vetëm nga vendbanimi ku është sot. Atëherë, me qenë se është forcu kritere, duhet shkoj ta merr edhe nga vendi i lindjes. Vetëm një kriter i forcuar që nuk mund të që nuk mund t'i plotësoj kushtet për ndryshim të emrit ose korrigjim. Edhe a sajni të sigurt se ma njerëz me të kalume kriminale që kanë me mujtë mi ndru mbi emrat e emrat? Jo, realisht jemi me thënë sigurt 100% që me avancimin e sistemit gjendjes civile nuk mund me ndru mo emrin ose korrigjimin pa i plotësu kushtet që janë në udhëzim administrativ. Në pejnë kanë thonë që ligji për emrin personal në kriteret e korrigjimit të emrit ose të mbiemrit nuk parashes që më kërku këto certifikatat që si jenë në rretime. Ble na kanë thonë që nuk do ishte problema ja punë nëse dikush tenton vetëm një shkronjë me ndru edhe ka të kalume kriminale. Jo, realisht nuk mundet me të kalumet kriminale të ndroj kërkush edhe në qoftë se ka një shkronjë se sistemi nuk e lejon fare. Sistemi po në rregullore nuk shkruan. Kemi ndryshu udhëzimin administrativ, ka forcim të kritereve. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallëzo.com. Unë tani po i lë me rubrikën Policia. Dhe deri të premten e ardhshme, nga unë Krishtin Gashi. Mos e shkeni ligjin.